ditë me shi, me një pranverë që po vonon të vijë në kryeqytet. Disa pika shi u ranë vërtet mbi qelq dhe ne për ty ndjem mall. Ky është momenti kur duhet të mbyllim televotimin të dashur miq për pjesën e parë të spektaklit. Nga 3 konkurrent, vetëm 2 do të vazhdojnë garën, do të kemi duelin më të fortë artistik të këtij talent show sonte. Pas pak, televotimi mbyllet zyrtarisht tani. Faleminderit që keni votuar. Do të mirëpresim edhe një herë 3 pretendentët kryesor për të fituar trofeun dhe çmimin e X Factor 6. Hapet porta, ti mirëpresim dhe t'i shohim edhe një herë për herë të fundit të 3 së bashku në skenë. Salvatore dhe Zerka. Darilena me 2 pretendentet vajza, Leandrën dhe Rigersën. Janë për guximtarët dhe mendoj që të 3 ju keni guxuar shumë që në radhë të parë pranuat që të vinit në këtë garë. Ka shumë të rinj, të cilët kanë një ekuilibër të munguar midis vetë kënaqësisë dhe guximit. Ka njerëz që mendoj që kanë lindur yje dhe s'ka nevojë fare që të jenë në një sfidë apo në një garë apo në një konkurs dhe nuk e kuptojnë që këtu çështja nuk është gara, po është përvoja jashtëzakonshme në vetvete. Ajo që i thash dhe Alisit pak më parë që mund të jetë një stin në jetën e çdo kujt një sezon X Factorian, por është një përvojë që zgjat sa gjithë jeta. Është një shkollë e koncentruar, e cila ndodh në një akademi televizive, vetëm si ajo e televizionit Klan, i cili prej vitesh në fakt ka krijuar një infrastrukturë të jashtëzakonshme në të gjithë programacionin e tij që të evidentojë yje dhe talente në shumë fusha. Njëri nga ju të 3 sot nuk do të shkoj në finish, por unë mendoj që fakti që ka arritur deri në këtë finale është një trofej rrëmbyer me shumë dinjitet dhe me shumë merit. Publiku ka votuar. Kam rezultatin tani për të shpallur. Nuk është një moment entuziasmi. Dhe televizioni kërkon dramacitet. Por në fakt, për cilin do nga ju të 3 që do të largohet, ky është një stacion lumturie. Kemi 3 konkurrent, njëri prej tyre nuk shkon në fazën e duelit. Janë 3 konkurrent, Rigersa, Leandra dhe Salvatore, të cilët presin votën e publikut. Janë mbledhur votat e tvklan.al në webin e televizionit Klan, si dhe votat në numrin e telefonit vendosur në dispozicion të shikuesve. Kam rezultatin tani. Nuk kalon në fazën tjetër Leandra. Më duhet një mikrofon, ju lutem. Leandra e vogël që u bëre e madhe dhe që me siguri do kesh një karrierë brillante. Çfarë do më thuash për gjithë të rrugtim fantastik të jetës tënde? Sa krenare ndihesh ti tani, dua të di unë, se e di që këtu nuk kemi asnjë lloj sensi disfatist, asnjë lloj zhgënjimi në një natë finale magjike si kjo.
Ka qenë pa dyshim eksperjenca ime më e bukur, arritja ime më e madhe. Dua të falenderoj Vera Grabockën që më dha këtë mundësi për ta prekur këtë skenë. Dua të falenderoj ty Alketa për mundësinë që ma dhe përsëri. Unë nuk kam për të harruar kurrë edhe jam falenderuese gjatë gjithë jetës time për këtë. Dua të falenderoj Miranda Dupin, Ela Perën, Johanna Beauty Center që më ka bërë të bukur 15 javë rresht. Dua të falenderoj profen, Land Kademin, për punën e palodhur që ka bërë. Dua të falenderoj mentoren time, Popi Kolën. Jam shumë e lumtur që ke qenë mentorja ime. Sigurisht kam shumë emocione tani. Ke dëshirë të shohë momentet më të bukura? Kush është kjo gocë e vogël? Kush është kjo? Kush është kjo gocë e vogël? Kjo nuk pyeti fare. Sa mirë e bëri. Unë kam fituar, nuk kam humbur, dhe fitoren time këtu ja kushtoj vetëm prindërve të mi për të gjitha sakrificat që ata kanë bërë për mua. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Do ta shohim bashkë filmin në momentet më të bukura të udhëtimit tonë këtu. E ndjekim së bashku Leandrën për gjatë gjithë netëve, se si është rritur.